بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه من الله Atë falenderojmë vetëm për ti ndihmë dhe falje kërkojmë atij lutemi të na ruaj prej skeqjes së veteve dhe veprave tona, cilin do që Allahu udhëzon nuk ka kush ta devijojë, e kushdo që devijon nuk ka kush ta udhëzojë atë as kush tjetër përveç Allahut. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Tij, se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Tij, paqja, mëshira, mirësitë dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e Tij, mbi shokët e Tij, mbi çdo besimtar që e ndjek dhe e pason rrugën e Tij deri në ditën e fundit. Amin. Vazhdojmë me fjalën e autorit, jemi sërish në fjalën e tij, Allahu mëshiroft, kur thot për çështjet e ghaibit, në emër dhe cilësitë e Allahut, thot la nadkhulu fi dhalika mutaawwilina bi ara'ina wala mutawahhimina bi ahwa'ina fa innahu ma salima fi dinihi illa man sallama lillahi azza wa jalla wa li rasulih ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد. Thot, ne nuk hym aty, pra në ato çështje, pra duke interpretuar gjërat sipas mendimit ton, dhe as duke imagjinuar sipas dëshirës, sepse askush nuk është i sigurt në fenë e vet përveç atij që i dorëzohet Allahut subhanahu wa taala dhe të dërguarit të Tij sallallahu alaihi wasallam, duke ia lënë diturinë e çështjeve të paqarta atij që i di ato, pra njerëzve të dijes. Këmba e Islamit të një njeriu qëndron e palëkundur vetëm atëherë kur mbështetet në shpinën e dorëzimit dhe nënshtrimit para Kuranit dhe Sunetit. Autori Allahu mëshiroft thot, mbasi sqaron argumentet e çështjes së shikimit të Allahut subhanahu wa taala dhe pra, siç kanë ardhur në Kuran dhe në hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam, edhe thot se kuptimi i këtyre gjërave është ashtu siç ka dash Allahu Azza wa Jall, dhe nuk hym aty thot me mendimet tona dhe as me hamendje, sepse të flasësh për Allahun subhanahu wa taala pa dituri është nga mëkatet e mëdha. Edhe kjo është pikërisht të flasësh për Allahun subhanahu wa taala pa dituri. Po mjafton që njeriu i kupton tekstet e shpalljes sipas kuptimit të dukshëm, pasi qëllimi i Allahut subhanahu wa taala ky ka qenë. Pra, një fjalë të tij që e ka sjell në atë mënyrë që është e kuptueshme për njeriu. Dhe sipas kuptimit atë ka dashur Allahu subhanahu wa taala, pra që të merret sipas kuptimit të parë. Thot, sepse askush nuk është i sigurt në fenë e vet përveç atij që i dorëzohet Allahut subhanahu wa taala dhe të dërguarit të Tij sallallahu alaihi wasallam. Gjithmonë duhet t'ia kujtojmë vetes dhe tjerëve se këtu pozicioni është i besimit. Kur flasim për këto gjëra, pikë pari është çështje e besimit. Nuk ka shpëtu vetëm se ai njeri i cili dorëzohet dhe nënshtrohet. Ai është personi i cili ka zemrën e pastër. Ai shpëton këtë botë nga dyshimet edhe shpëton botën tjetër nga dënimi i Allahut subhanahu wa taala. Fjala e autorit, sepse askush nuk është i sigurt
në fenë e vet, përveç se atij që i dorëzohet Allahut subhanahu wa taala dhe të dërguarit të tij, është pikërisht siç ka thënë Imam Az-Zuhri, Allahu mëshiroft, thotë: nga Allahu është shpallja, mbi të dërguarin është përcjellja, edhe mbi ne është dorëzimi. Allahu shpall, i dërguari përcjell, ne dorëzohemi dhe nënshtrohemi. Pa kjo është detyra që ne kemi ndaj kësaj shpallje që ka zbrit nga Allahu subhanahu wa taala dhe nga këto gjëra që janë përcjell, pra këto shpallje që janë përcjell nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Detyra jonë është të dorëzohemi para shpalljes. Nësa fjala e autorit kur thot duke ia lënë diturinë e çështjeve të paqarta atij që i di ato, tekstet fetare mund të ketë gjëra që janë të paqarta pjesërisht, po jo në mënyrë të plotë. Paqartësia çfarë do të thotë? Paqartësia do të thotë errësim apo fshehje. Pra diçka që nuk është fort e qartë, është disi e fshehur. Kjo mund të ndodhi për një person apo në një çështje. Edhe këtu personi e ka për detyrë të ndalet dhe të dorëzohet atë gjë që nuk e di. Kur nuk e di, nuk duhet futet, me hamendësimet e veta, derisa këtë paqartësi që ka ta largoj po me shpallje. Pra me fjalën e Allahut ose me fjalën e profetit sallallahu alaihi wasallam. E nëse nuk ka mundësi, atëherë të pyesi ata që dinë. Po jo të futet me mendjen e vet, duke zbërthyr gjëra, edhe me këtë zbërthim nuk mbështetet me shpalljen e Allahut subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala për të na treguar që njeriu duhet ndalet atë që nuk e di, kemi dhe argumentin në surën Kehf, kur u futën sa kanë qëndru banorët e shpellës, thotë Allahu, thuaj, Allahu e di se sa qëndrun. Apo a ishin kaq, apo ishin aq, ishin 5, apo ishin 7. Allahu thotë, thuaj, Zoti im e di më mirë numrin e tyre. Edhe thotë arajmen bil ghaib, thotë futeshin tek gjëja e fshehtë, pa dije. Njeriu nuk i lejohet me fol me dije, sepse në këto ajete Allahu i qarton për faktin se ato futeshin në atë çështje që nuk kishin dije. Edhe këtu bëj fjalë për persona, domethënë sa ishin disa persona që kanë qenë shpellë, sa kanë fjet. Nuk bëj fjalë për shpallje. Normalisht kur flasim për shpallje, ndalesa është e qartë dhe e prerë. Transmeton Buhariu nga Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu se ka thënë: kush di le ta thot. Kush e di diçka le ta thot. Dhe kush nuk e di le të thot Allahu e di më mirë, sepse pjesë e diturisë është thuash për atë që nuk e di, Allahu e di më mirë. Pra njeriu s'duhet me tepru, s'duhet me tejkalu sakun dhe kufirin e tij, mos të futet me ignorancë, të flasë për fenë e Zotit, pasi kjo, siç tham, është të flasësh për Allahun subhanahu wa taala pa dije, e të flasësh për Allahun pa dije është llogaritur domethënë nga gjunahet e mëdha. Tekstet fetare elhamdulillah janë të qarta, janë të kuptueshme për të gjithë umetin, edhe pse siç tham, ka çështje që jo për çdo individ mund të jenë të qarta. Pra umeti është përbër me dietar, po është përbër dhe me të tjerë që nuk janë dietar. Në përgjithësi, tekstet janë të qarta. Aty mund të ketë në një çështje që ka paqartësi për personin, po jo në vetvete. Do thonë, çështja në vetvete mund të jetë e qartë, mbase personi nuk e ka të qartë, sepse njerëzit, siç tham, domethënë ndryshojnë. Kemi disa rregulla, se paqartësitë ndonjëherë lidhen edhe me dyshimet, edhe kemi disa rregulla, domethënë që inshallah në rast paqartësie njeriu t'i ketë parasysh që t'i bëjnë dobi me lejtë Allahut në fenë e tij në çështjet e dijes. E para, ai që beson
ai inshallah udhëzohet. Pra kush i afrohet Allahut subhanahu wa taala dhe kush beson, me shpresë Zotit, Allahu ka për ta udhëzuar tek e drejta. Do t'ja mundsoj të kuptoj, më thënë, diçka që ka qenë e paqartë për të. Irhamukallah. Allahu thot: "Qul huwa lil ladhina amanu hudan wa shifa." Për Kur'anin thuaj, ai është udhëzim dhe shërim për ata që besojnë. Pra besimtarët, Kur'ani dhe fjalët e Allahut subhanahu wa taala janë përveç se janë shërim, janë dhe udhëzim. Kush beson Allah, për ata që kanë besuar, thot Allah. Kush beson Allahun, kush ka besim në zemër, Allahu ka për ta udhëzuar dhe ka për ta orientuar. Gjithashtu Allahu thot: "Wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Dhe kush beson Allahun, Allahu ja udhëzon zemrën. Gjithashtu kemi ajetin tjetër: "Wattaqullah wa yu'allimukumullah." Friksojeni Allahut, pra ruajini kufit e Allahut dhe Allahu ju mëson. Ta mëson Allahu subhanahu wa taala, ta bën të mundur që ta kuptosh diçka që është e paqartë, do të thonë mos biesh në dyshime. E dyta, kur të meditosh apo kur të lexosh diçka, do thonë po flasim drejt për drejt tek fjala e Zotit, tek shpallja ose tek ato burime, do thonë ato dietar po themi që i ka pranuar umeti, që janë dietar të sunetit. Lexo dhe hulumto me qëllim udhëzimi dhe jo me qëllim kritike. E ke pati ka njerëz që e kanë në gjak, do thonë e kanë në gen, po themi, ku veç me i gjet gabimet apo të mundohem të gjejmë që ta godas tjetrin. Nuk jep Allahu bereqet. Nuk jep Allahu subhanahu wa taala bereqet. Mirë po ai që e ka një jetën e pastër, edhe pse gjatë rrugës mund të ketë kritika për individ, ama qëllimi i tij është i pastër, që unë këtë libër nuk po e hap për debat, për të debatuar me njerëzit, me tregu që unë jam më i ditur, ama këtë libër e hap i sinqert për hir Allahut, që të arrish udhëzim, Allahu të jep bereqet. Me lejet Allahut do të jesh i udhëzuar. E treta, ai i cili nuk i përulet hakut të vërtetës, nuk e arrin të vërtetën. Shpeshherë njeriu e mashtron vetja, kujton se ka në një lloj zgjuarësie, edhe ja thu argumentin, nuk e pranon, duke qëndruar me fanatizëm te vetja vet. I pëlqen vetja, Allah, i duket vetja, domethënë sikur është më i ditur se të tjerët, apo më i mirë se të tjerët, apo më i udhëzuar se të tjerët e kështu me radhë. Besimtari apo sunniu, po themi, ai që është pasuesi i sunetit, normalisht këtu përfshihet besimtari, kur i vjen argumenti, nënshtrohet. Nuk ka. Kur i vjen e vërteta me argument, nënshtrohet. Dhe nuk është ulje pasha Allahun. Edhe sikur ti je, domethënë, me pozitë të lartë, me pozitë të madhe, të vjen e vërteta, ka thonë Allahu, ka thonë profeti, po unë nënshtrove vetëm se ka për të ngritë Allahu subhanahu wa taala. E nëse mendon se je më i mirë se sa argumenti, se pra jo drejt për drejt, ama ashtu i bie. Vjen e vërteta, ti e refuzon, ashtu del sikur ti je më i mirë se argumenti, këtu vetëm se të ulë Allahu, domethënë, edhe ta largon udhëzimin nga zemra. Allahu na rujt. Ka gjëra që mund të jenë pra që ti nuk i di. Kur të vinë këto gjëra që ti nuk i di, mundohet që ndrosh i fort me gjëra që ti i di. Pra gjëra që ti i ke me dije të fort. Për shembull, të vjen dyshimi, thot tjetri, shiko se Allahu nuk mund shifet sepse 1, 2, 3, 4, 5. Ti i ke bazën e fort se Allahu kështu ka thënë Kur'an. Pra këtu mbyllë kapitullin. Domethënë, diçka, një lloj, një interpretimi që ta sjell dikush që ti nuk e di, mbase edhe mund të ngatroj.
Allahu këtë nuk e di, thua, ma unë di që Allahu ka thonë se besimtarët do ta shikojnë Allahun e kështu me radhë. Ky është një shembull, po për shumë gjëra tjera. Pra me atë gjë që nuk e di, kapu fort me atë gjë që ti e di. Gjithmonë, kjo është çështje tjetër, e pesta pra, gjithmonë kujtoj bazat themelore, thelbësore të fesë. Në çdo paqartësi, kujtoj këto baza. Pra, Allahu subhanahu wa taala ekziston, domethënë ekzistenca e tij është reale. Me cilësitë e veta dhe me emrat e vet dhe është reale. Ai është mbi 7 qiell, pra mbi arshin e tij, i ndarë për krijesave, ekzistenca e tij është reale dhe nuk është koncept. Allahu është i përkryer në çdo aspekt, nuk është si krijesat. Kurani është fjala e tij, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i tij. Edhe nëse te këto gjërat që përmendëm vjen dikush të hedhë një dyshim, mundohu ta largosh direkt. Edhe mos lër që të zë vend ai dyshim në zemër. E gjashta, shumica e dyshimeve faktikisht vijnë nga padia. Shërimi, nuk ka dyshim, është me kërkimin, pra me marrjen e ditorisë për atë gjë që e ke, do të thonë, pa qartë. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, shërimi i paditorisë është pyetja. Pra kush ka diçka që nuk e di, të pyesi. Të pyesi ta largoj padijen prej vetes vet. Kemi marrë hadithin, domethënë, halali është i qartë dhe harami është i qartë dhe midis tyre ka çështje, pra hadithi i gjatë, midis tyre ka çështje që janë të paqarta. Kush i largohet paqartësisë, pra apo dyshimit, ka ruajtur fenë dhe nderin e tij. Ktu themi, normalisht, nëse bëhet fjalë diçka që ai nuk e ndan dot, atëherë i largohet asaj. Mirë, po parsore, mbi të gjitha, është pyesësh, ta largosh paditurinë nëpërmjet pyetjes. E të ta marrësh diturinë, domethënë. E nëse nuk ke mundësi, atëherë e braktis atë gjë që është e dyshimt. Pika e 7, dyshimi është diçka e padituria është diçka tjetër. Pra këto s'duhet t'i ngatrojmë. Gjëja që ne nuk e dim është diçka e panjohur. Nuk është direkt, domethënë, çështje dyshimi. Pra nëse diçka nuk e di, mos thuaj ky është dyshim në fe. Jo, thjesht unë nuk e di, kaq. Nëse nuk e di sot, do të mësosh nesër. Jo, po mos lejo që padituria të kthehet në dyshim ndaj fesë apo të vërtetës. Pika e 8, mungesën e diturisë mos e lidh me pavlefshmërinë apo pasaktësinë e diçkaje. Pra vetëm se diçka mbase nuk e di, mos thuaj kjo gjë nuk është e vërtetë. Vetëm ti nuk e di, unë apo tjetri tjetër, nuk do të thotë që nuk është e vërtetë. Sepse thuash diçka që nuk është e vërtetë, ose gjykimi për një çështje, do thonë kërkon argument. Pika e 9, trajtimi i dyshimit duhet bëhet në mënyrë të menjëhershme. Ose të vjen një dyshim në zemër, mos e shty, mos e le. Dyshimi, Allah është si një smundje, si një kancer, po themi, që përhapet shumë shpejt në zemër. Të vjen një dyshim, mundohu sa më shpejt dhe mos e shty, por se shëroje. Nëse ke për shembull një shoqëri që hedh dyshime, rri me njerëz vetëm të hedhin dyshime, për hir të Allahut braktisi. Ose gjëra të ndryshme, domethënë, që të dëmtojnë në fe, kush e braktis diçka për Allahun, Allah ja zëvendëson me diçka më të mirë. Shpëtimi dhe udhëzimi është diçka që është e paçmuar, nuk ka çmim. Edhe nuk mund ta vesh në rrezik për shkak të një pakujdesie, sepse dyshimi më i vogël mund të kthehet një rrym të madh që të merr me vete, edhe Allahu alem domethënë ku përfundon.
Prandaj dyshimit, e kësaj smundje, preja shkakun edhe t'jesh i vendos, që ajo gjë që të largon apo që të krijon dyshime, ta largosh. Edhe një pikë tjetër e fundit është se në përgjithësi nuk është, pamundësia që e çon njeriu të ngelet aty ku është në dyshim apo në padije. Mirë po është dembelizmi ose moskushtimi i rëndësisë. Edhe kjo faktikisht ndodhe me shumë njerëz që sot nuk janë në fe. E dëgjojnë ezanin, i shikojnë muslimanët mes tyre duke u falë, i shikojnë shenjat e islamit dhe nuk interesohen, pa ja kanë kthy shpinën. Ne s'do të jemi tillë në fen tonë. Kej diçka që nuk e di, që me të vërtet të është hedhur një dyshim, mos e lër. Interesohu, largoje dyshimin dhe mësoje atë gjë, pra që e kishe problem. Dhe fjala e autorit, dhe me këtë e mbyll, këmba e islamit të njeriu që qëndron e palëkundur vetëm atëherë kur mbështetet në shpinën e dorëzimit dhe në nënshtrimit para Kuranit Sunetit. Siç e kemi thënë, e tham mësimin e kaluar, kjo vallai është një nga fjalët, më të bukura që ka thënë autori, Allahu e mëshiroft. Nëse s'do kishte sjell shumë fjalë, ama këtë fjalë do kishte sjell, vallai do kishte qenë diçka madhështore, sepse siç e kemi thënë, nuk ka islam vetëm se, me nënshtrim dhe me dorëzim. Pra nuk mund të jetë muslimani i mirë vetëm se atëherë kur dorëzohet para fjalës së Allahut dhe të profetit sallallahu alaihi wasallam dhe i nënshtrohet argumenteve dhe fjalës së Allahut dhe profetit sallallahu alaihi wasallam. Pra, kjo është një çështje që është e prerë dhe e sigurt. Kemi mësimi kaluar, pikërisht te kjo fjalë na shkoi gjithë mësimi, po është diçka që ja vlen theksohet, pra nuk është i qëndrueshëm muslimani në fe, edhe me këtë fjalë po mbyll, nuk është i qëndrueshëm muslimani në fe, vetëm se duke qenë i dorëzuar dhe nënshtruar para Allahut dhe profetit sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Nëse kanë një pyetje para se ta mbyll. Allah shpëlbeft. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.